Shkruan Ditmir Bushati. Kudo ku kam udhëtuar gjatë këtyre javëve për arsye pune, në takime apo telefonata me miqa në mban botës, jam ndier krenar për fjalët e mira që kam dëgjuar për Shqipërinë. Pasqyrimi i protestave disa javore nga mediat prestigjioze ndërkombëtare e ka paraqitur vendin tonë si një shoqëri me ndërgjegjje qytetare dhe në solidaritet. Nuk ka imazh më të mirë se sa ai që krijohet pa para, por me shpirtin e gjallë të një shoqërie që ngrihet në këmbë për vendin e vet. Protestat në Shqipëri pasqyrojnë shqetësime të thella që kërkojnë reflektim serioz dhe veprime kuptim plota për modelin demokratik dhe zhvillimor të vendit. Së pari, shumica e protestuesve janë fëmijë të tranzicionit që nisi në vitin 90 dhe nuk po gjen fund. Ata nuk janë rritur me frikën e komunizmit dhe as me paranojën e armikut të jashtëm. Prandaj përdorimi i retorikës përçarëse prodhon efektin e kundërt në rajonin tonë. Të vetmet vende që ende nuk e kanë kapërcyer brezin e udhëheqësve simbol të tranzicionit janë Shqipëria dhe Serbia, ndonse për arsye krejt të ndryshme. Ndryshe nga serbët, shqiptarët e kanë të qartë se vendi i tyre i përket familjes europiane. Për fëmijët e tranzicionit, modeli i një jete normale nuk është Shqipëria e komunizmit, as ajo e kioskave dhe e firmave piramidale dhe as ajo e betonit që krijon marrëdhënie ndërvarësie midis pushtetit politik, fitimit dhe imagjinatës arkitektonike, por nuk prodhon mirëqenie shoqërore. Përkundrazi, është Shqipëria e mundësive të barabarta dhe e zvogëlimit të hendekut të padurueshëm mes pritshmërive dhe realitetit. Është Shqipëria ku demokracia nuk negociohet dhe nuk tjetërsohet. Së dyti gjatë këtyre javëve, Shqipëria po përjeton një çlirim kolektiv emocional që nuk ndërmjetësohet nga partitë, udhëheqësit apo institucionet. Njerëzit nuk po protestojnë vetëm kundër arrogancës, personalizimit të tejskajshëm të pushtetit dhe aleancës së dëmshme mes politikës, oligarkisë, krimit të organizuar dhe medias. Ata po përjetojnë ndjesinë e solidaritetit, dinjitetit dhe vetdijen për interesin publik. Një nga produktet më të rëndësishme të kësaj proteste, sado e larmishme ti dhe ajo, është katarsisi shoqëror. Bashkë me të po krijohet edhe një bazë e re për një ushtrim më të besueshëm demokratik, që mund ta shndërrojë energjinë e shesheve në realitet politik. Së treti, Shqipëria nuk ka pasur kurrë kaq simpati ndërkombëtare. Gjatë luftës në Kosovë, vëmendja ndaj vendit tonë lidhej kryesisht me bujarinë e shqiptarëve në strahimin e motrave dhe vëllezërve nga Kosova. Sot kjo vëmendje është për diçka krejt tjetër, për faktin se qytetarët po kërkojnë të shkëputen nga një model politik dhe ekonomik që ka asfiksuar konkurrencën dhe meritokracinë. Një model që është ndërtuar në kurriz të brezave të shkuar dhe atyre të ardhshëm, të parëve duke u ngrënë kontributin, të dytëve duke u rënuar trashëgimin. Së katërti, pasqyrimi i përditshëm i protestave në Shqipëri nga mediat më prestigjioze ndërkombëtare, duke u përqendruar te shkaqet reale të zemrimit qytetar, edhe te mobilizimi i diasporës sonë si kurrë më parë. Është investimi më i mirë për imazhin tonë si popull dhe për rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian. Rruga jonë drejt BE-s është penguar pikërisht nga ato plagë kundër të cilave protestohet sot. Korrupsioni i përhapur, krimi i organizuar, institucionet e politizuara dhe kapja oligarkike e pasurive publike. Ajo që po ndodh sot është kundërprova më e fuqishme që ka ekzistuar ndonjëherë. Shqiptarët po kërkojnë jetësimin e standardeve europiane. Ata po luftojnë me këmbgulje për demokraci, liri, barazi, drejtësi dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomike shoqëror. Po bëjnë atë që bëjnë qytetarët e përgjegjshëm në çdo demokraci europiane, projektojnë ndryshimin nga poshtë lart drejt një modeli të ri për një Shqipëri të re. Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, fryma e protestës nuk mund të shuhet, sepse ajo tashmë është më e madhe se zemrimi në rrugët e Shqipërisë apo në hapësirën digjitale. Mohimi i kësaj gjendje vetëm sa rrit koston e një ndryshimi që është i pashmangshëm. Shqipëria ka kapërcyer sfida të mëdha duke qëndruar e bashkuar. Ky moment kërkon më shumë atë dashuri, përgjegjësi, etik, ide, përqendrim forcash dhe guxim.